Po, në fakt ashtu siç edhe pritej, komisioni sekretariati i etikës, ashtu siç edhe pritej, ka vendosur të rrëzoj kërkesën e Partisë Demokratike apo grupit parlamentar të Partisë Demokratike për përjashtimin e kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, deputetit Taulan Balla, për shkelje të etikës gjatë seancës së shkuar plenare, ku në një debat me deputetët u është drejtuar duke i konsideruar, le të themi me termin zagar, çka solli aso kohë ndërprerjen e njëhershme të seancës me kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe rikthimin përsëri në seancë, por pasi kishin le të themi marrë përsipër që të merrnin apo të bënin këtë kërkesë drejtuar sekretariatit të etikës për përjashtimin nga seancat apo nga parlamenti për disa ditë të kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për fyerje ndaj deputetëve të opozitës. Por siç e thash, ashtu siç edhe pritej me forcë të kartonave, Partia Socialiste, maggjoranca në këtë sekretariat të etikës kanë vendosur që të mos e merrte përballë këtë kërkesë dhe ta konsideronte si të pabazuar në rregullore dhe ligj, dhe duke mos kaluar apo duke mos pranuar kërkesën për përjashtimin e deputetit të Partisë Socialiste, njëherësh kryetari i grupit zoti Taulan Balla. Nuk dihet nëse do të kemi një reagim edhe nga ana e vet zotit Balla, i cili pritet të paktën siç ka ndodhur zakonisht pas mbledhjeve të grupit parlamentar të ketë edhe një prononcim nga ai në emër të grupit për të treguar se çfarë u vendos apo çfarë u diskutuar në vija të përgjithshme në mbledhjen e grupit parlamentar të ditës së sotme. Të falenderoj, Bekim.